Punonjësit e sektorit të pastrimit në Vlorë kanë dalë në protestë dhe kanë pezulluar punën. Mungesa e kushteve të punës dhe mosdhënia antidotës, një ndihmë e vogël ekonomike mujore, i ka çuar këta punonjës në protestë duke kërkuar zgjidhje për problematikat e tyre. Gjatë protestës para ndërmarrjes ata kanë kërkuar që situata të marrë zgjidhje sa më shpejt. Punonjësit u shprehën të indignuar edhe me drejtuesit aktual të ndërmarrjes pastrimit, të cilët sipas tyre nuk i dëgjojnë dhe nuk u japin zgjidhje problemeve dhe shqetësimeve që ata kanë. Vlera e antidotës u shtullur nga 7.000 lekë të rinj në 4.000 lekë në muaj, por edhe këtë ata nuk e përfitojnë. Punonjësit kanë kërkuar edhe kushte më të mira, pasi po rrezikojnë, e ndërsa kanë theksuar se nëse vlera që përfitojnë prej 4.000 lekësh nuk do të hidhet në llogaritë e tyre bankare, atëherë protesta e tyre do të vijojë. Problemi jonë është që andolla me një sekondë. Avash, duroti ore. Durore, problemi jonë është që s'po na japin antidotat. Shtesa nuk kemi, janë 40.000 lekë, nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje. Tani na kanë mashtruar. Ke drejtorit tënde po. Edhe një herë. Un kam një urdhër timi. Po titullari që mua duhet të më oftosh cili jam punëtor i pastrim gjelbërimit. Prej 45 vitesh. Nuk e di kush institucion na sjell pengesa për antidotën. Kemi ka kaluar muaj janar dhe sot është data 3, nuk e kemi marrë antidotën. Na dha llafin, drejtoria e ndërmarrjes, do hidhet sot antidota. Dhe do presim edhe sot, në qoftë se nuk del edhe sot, sipas drejtorisë së ndërmarrjes, ne do përshkallëzojmë problemet edhe jo greve se greva ka një afat, ka një kohor, po neve do pezulojmë punën. Neve kemi patur probleme të kësaj natyre, po janë zgjidhur. I kemi marrë ato lekë. Nuk e mojnë, por nuk e di pse po mohet, se ka zëra sikur bashkia do të na heqë të drejtën e antidotës. Por dhe në kohë të Enver Hoxhës, sa punin edhe sheqerin nuk na kanë neshur. Problemi jonë është në të gjitha, si na kazanët, si na të gjitha, antidotën, po na i mbajnë. E kishim 70, na i quan 20. Dhe atë 20 që po na i vonon. Një muaj e ca. Edhe muaj i dytë. Çfarë marrin dot? Sot na thanë do jetin sot. Këtu neve nuk na begenisin. Na shfrytëzojnë. Si na kondinierët që janë parota. Ankohemi i keni pishur vetë, a ish mal konsumi. Vemi të drejtoresha nuk na pranon. Ja edh fajin mbi kyrzet. Antidotën e kemi pasur 70.000 lekë të vjetra. Një herë kemi marrë. Na i ulën, na i kanë bërë 20.000 lekë të vjetra. Dhe këtë 20-ën s'po na i japin. Po çfarë do bëjnë ta? Kur të dalin rogat, që rogat ata kon datën 2, jedin datën 15, 20, jemi me qira, jemi me banga, jemi njerëzit më alergjin, por njerëzit më të ndershëm në qytetin e Vlorës. Dhe mos të talin me jemi herë me buk, herë pa buk. Të gjithë që jemi, po na dridhe trupi, se s'kemi ngrënë. Ato lekë që na japin ta, ne marrim qumshin edhe vezën, ku të vetë gjerë. Ku të kërkojmë, kush më jep? Jemi alergjin, ne me këtë punë. Kam maman, kam shtëpi me qira, një sekond. Kam shtëpi me qira, kam tutje, kam tu. I do kazane 0-0. Edhe barkuim e do bukën taj. Nuk kam fuqiu. Probleme shka te pastrimi? Te pastrimi, kazanet jam parot njerë. Nuk s'kam fuqi ta shty. Pa këmbaleca dalim. Do bjemi punëtorët. Desh më shtypi dje makina mua këtu. Sot për çfarë keni dalë në protestë? Kemi dalë për antidotën. Duam lekët tona që na takona qeveria. Sa janë këtu? 20.000 lekë të vjetra. U ambaj. Po. Ku na i mbajnë 20-ën që nuk llogaritet fare, po jo më rrogën. Rrogat na i vonojnë, nuk na japin datë caktuar. Prit sot, prit nëse, prit pas nëse, s'ka as rroga as. Ka qenë 70.000 lekë, e na i kanë ulur na bërë 40.000 lekë. Në muaj. Po, në muaj. Sa punojnë? Ka plot. Po, është edhe tuni i dytë. Jeni tuni i parë. Po, është edhe tuni i dytë. Tuni i tretë. Janë 3 tune. Që kështu që s'po na japin, po na mbajnë varur. Zgjënjur fare me këtë punën në vlla. E di si është puna, më mirë ta lëm fare punën të rinë, të një familje e mi pa buk. Unë jam Ervin Bilaj, kanë 13 vjetë që punojnë transport. Vi kërkoj lejen, kërkoj dretat e mia, as leje, as gjë.
Ik sot atje, ik atje. Unë e them, s'kam frikë fare, le të rinë fëmijët e mi pa bukë. Unë jam djalë i ri. Të drejtat tuaja nuk Po, janë nuk na njeh fare, nuk na respektojnë. Po, kjo drejtoresha nuk na njeh fare. Troç muhabet. Punojësit e turnit të parë të sektorit të pastrimit pezulluan këtë të martë punën, ndërsa theksojnë se do t'i bashkohen edhe punojësve të turneve të tjera nëse problematika e tyre nuk merr zgjidhje.